Bismillahirrahmanirrahim. E filloj me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, e përshëndesim e i qojmë gjithmonë selam dhe përshëndetje më të mirit njerëzimit Muhamedit alayhis salam. Ju përshëndes gjithë ju vëllezër dhe motra, ju kujtoj se gjatë gjithë kohës të Ramazanit kryesisht i kemi bërë dy veprime jashtëzakonisht të rëndësishme që në një farë forme e kompletojnë atë projektin e Ramazanit. Agjerimi dhe Kurani janë një projekt që nuk pranojnë ndarje. Prandaj, edhe nëse i referohemi historisë islame, historisë së fesë tonë, e dim që në muajin Ramazan ka filluar zbritja e Kuranit. Pra, Kurani, fisnik dhe agjerimi për ta realizuar, si më thonë, synimin e tyre dhe për ta çuar në vend projektin e tyre, Zoti i Madhreshëm i ka kurdis të dyat bashk dhe paralel njëjtën kohë. Prandaj, edhe agjerimi vjen në muajin Ramazan, po muaji Ramazan specifikisht na kujton çështjen e agjerimit. Edhe në vargjet ose në ajetet kuranore në cilat flitet për agjerimin, ndër të tjera spjegohet dhe tregohet që muaji Ramazan është muaji në cilin ka ardhur Kurani fisnik. Çka po du me thonë me këtë hyrje? Po du me thonë që në historinë e shoqënive njerëzore janë dy probleme që ju kanë shfaqur shoqënive për herë. Madje mund të themi gjatë gjithë kohës, gjithë historinë njerëzore. Problemi i parë është që shoqënitë shpeshherë janë ballafaqur me problemet të vullnetit, ose mund të themi problemet të natyrës së ndërgjegjes. Kur njerëzve ju cënohet brendësia e tyre, kur kanë plagështi ose kur kanë devijim në pjesën e ndërgjegjes, në pjesën e vlerave të brendshme të tyre. Specifikisht edhe vullneti i tyre për t'i realizuar projektet e tyre në jetë. Që kjo është problemi i parë që ju ka shfaqur për herë, domethënë shoqënive njerëzore. Anën tjetër është problemi i humbja e drejtimit, domethënë prishja e asoj rrugës, asoj që ne i themi Siratal Mustaqim, rruga e drejtë. Jo në kuptimin e rrugës siç e kuptojmë ne, në kuptimin e orientimit dhe në kuptimin e rujtjes së vlerave njerëzore të cilat Zoti i Madhreshëm ja ka dhënë njeriu në këtë botë. Dhe po ta shiqoni atë kapitullin që ne lexojmë gjatë gjithë kohës në Ramazan, në taravitet tona, është kapitulli El-Fatiha. Në kapitullin El-Fatiha, Zoti i Madhreshëm e përmbyll këtë kapitull me një lutje që ne ja drejtojmë Zotit. O Zot, udhëzona në rrugën e vërtetë, në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që ti i ke bekuar, dhe na ndihmo që mos të bim në dy gabime, në të cilat ranë popujt para nesh. Ata të cilët ti ke shpreh hidhrimin ose e merituan hidhrimin tënd, pse a thu? Sepse ata e dinin të vërtetën, por u mungonte vullneti për ta ndjekë të vërtetën. Ato që shpesh ndëgjojmë në mjetet e informimit, nuk ka vullnet me luftu korrupsionin, shpeshherë keni ndëgjuar nëpër lajme. Domethënë, dihet që ka korrupsion, dihet cila rruga me luftu korrupsionin, por s'ka vullnet, shpeshherë thuhet madje s'ka vullnet politik me luftu korrupsionin. Pra, shpeshherë gjanat dihen, gjanat janë të vizatuara, janë të kristalizuara, por mungon vullneti, domethënë mungon ai shtytsi themelor për ta luftuar të keq ose për ta shtyr përpara një të mirë. Që kjo është këta njerëz ose këto shoqëni të cilat s'kan pas vullnet me shty gjërat e mira dhe me luftu të këqijat, e kanë merituar hidhrimin e Zotit të Madhreshëm. Dhe anën tjetër, mos na bëj për atyre që kanë humb rrugën, të cilët nuk e kishin problemin të sinqeriteti, të motivi, të vullneti, kishin vullnet, ishin edhe të disiplinuar, por për fat keq nuk arritën dot ta gjejnë rrugën e vërtetë, rrugën e Zotit të Madhreshëm. Prandaj, po ta shihni, gjatë gjithë kohës kemi agjeru, edhe po agjeroj, për ta sforcu vullnetin, për ta ngjall vullnetin, për ta, si me thonë, analizu ose zbërthy pjesën e brendshme tonën. Dhe gjithë kohën ose gjithë netët e Ramazanit jemi duke u falë. E çka bëjmë kur të falemi? Kryesisht në falje, madje ato që e bëjmë edhe me za, që e shprehim me za, është leximi i Kuranit fisnik. Pra, nëse i shihni me vëmendje, mund të themi sot që trama moderne, le të jemi konkret tash, nuk është problem veç i historive ose i shoqënive në kuptimin historik.
por sot është drama moderne, problemi modern sot është se sot kemi dije pa ndërgjegje, sot shumë njerëz me dije na vrasin, me dije na shkatrojnë, nuk është se ata kanë mungesë dijes, ata kanë problem me ndërgjegjen e tyre njerëzore, dhe anën tjetër kemi ndërgjegje, kemi vullnet, por kemi humbje të rrugës, ose kemi gabim në qasje ose në rrugën ose në ndjekjen e rrugës së vërtet. Prandaj, Allahu i Madhreshëm e ka parapar Ramazanin si një muaj i cili vazhdimisht ka me i rishqyrtu këto dy çështje dhe vazhdimisht ka me i ripërtri veçanërisht miletit ose ummetit islam që ata për çdo Ramazan ta rishqyrtojnë rrugën e tyre, ta rishqyrtojnë drejtimin e tyre ka Zoti, të krijojnë konceptet e shnosha, pikpamjet e tyre, domethënë thjesht ajo që ndërlidhet me botën e ideve, dhe ato të rishqyrtohen nëpërmjet Kuranit fisnik, që ne e dimi të gjithë se është liber udhëzimi, është liber hidajeti. Kurani është liber dhalikel kitabul huden lil muttaqin, është liber udhëzimi, dhe anën tjetër nëpërmjet braktisjes së ushqimit, pijes, gjonave elementare të jetës, e testojmë dhe e forcojmë vetë se ne mundemi, ne kem fuqi t'ja dalim, ne mund t'i shtyjmë të gjithat mirat përpara dhe mund t'i braktisim gjithat ligat. Pra, njeriu ka vullnet, ka energji të brendshme, vetëm i duhet një besim, në këtë rast besimi i ynë ose besimin e Zotin e Madhreshëm, nëpërmjet këtij besimi arrijmë domethënë ta ngjallim brendsinë tonë, ta dhezim energjinë e brendshme. Prandaj ideja, si më thon, përmbyllse është Ramazani në ngjall vullnetin, e Ramazani në dëfton rrugën. Pa vullnet, e me dije, do të kemi aftësi teorike, por na mungon veprimi. Ndërkaq, vullnet pa dije, rrezikohemi ta humbim rrugën e vërtet. Prandaj, çka synon feja e Zotit Madhreshëm? Një njeri i cili edhe i deftohet, edhe pranon të vërtetën, por njëjtën kohë edhe ka vullnet me ndjek vërtetën. Bota nuk është në rrezik prej njerëzve të këqij. Bota është në rrezik prej njerëzve të mirë që s'bojnë gjë. Prandaj, nëse ndonjëherë ngjallet ummeti islam, i cili është në proces të ngjalljes, ka mu ngjall për shkak të Ramazanit, veçanërisht kur Ramazanin e sheh pe kësaj perspektive, si një projekt i përbashkët në mes Kuranit dhe agjerimit, dhe kur këto dy elemente veprojnë bashkë tek ne, në një anë në ngjallin vullnetin, ndërgjegjen, anën tjetër në kthillin, rrugën, drejtimin, orientimin dhe kohjen ka duhet të ecim. Faleminderit shumë, e paqit një ditë të bekuar, Zoti na pranoft të gjithëve agjerimin e këtyre ditëve.